Fun Kids Zone dhe Karnaval Veror ka qenë aktiviteti I cili ka qelur ditën e dytë festive në kuadër të çeljes së sezonit veror në Himar. E shtuna një tjetër ditë e ngjeshur me aktivitete të shumëllojshme të cilat përfshin çdo moshë. E si mund të niste më bukur se sa me energjinë e vogëlushve. Në Potam kanë dalë maskota me personazhet më të preferuar nga fëmijët, të cilët janë kënaqur mes tyre. Në intervistat e tyre për Blu Televizion, fëmijët shprehen tepër të lumtur për këtë aktivitet. Ata tregojnë personazhet e tyre të preferuara si Super Mario, Princesha, Panda dhe Stitch. Gjithashtu tregojnë se po kënaqen dhe mezi presin të bëjnë foto me të tilla personazhe. Çfarë pëlqen më tepër? Njerëzit edhe personazhet. Personazhet, ti ke preferuar personazh? Marion. Ha? Marion. Pse pëlqen Mario? Kakapelja. Kakapelja. Po. Kë nga ta preferon? Kë pëlqen? Bandë dhe këtë. Bandë dhe këtë. Panda dhe këtë. Pse pëlqen Mario? Cët. Po Panda? Panda është bukur. Pëlqen? Po. Po kënaqesh? Po. Kë personazh pëlqen më shumë? Princesha. Princesha. Se je edhe vetë si princesë? Edhe kjo më pëlqen. Po ti kush pëlqen më shumë? Stitchi. Po ti? Panda. Panda, pse Panda? Kung Fu Panda. Është I bukur. Të gjithë masonat Po, shumë. Këtë personazh ke nga këta të preferuar? Marion. Mario, pse Mario? Se më pëlqen. Pëlqen Mario? Po. Po tjetër. Stitch. Stitchi. Po kënaqesh? Po. Faleminderit. Ndërkohë që me pjesëmarrjen e fëmijëve të vegjël janë parashikuar këtë të shtunë edhe aktivitete sportive si lojra të ndryshme sportive në rër, të cilat krahas kësaj grup moshe do të përfshin edhe të rinjt.